se 63 që kanë thonë që do ta votojnë qeverinë, ne të shohim se cila është mundësia jonë, pse atëherë mos ta kemi edhe kryetarin e kuvendit. Përkundër kësaj, nëse garantojnë që i kanë këto numra janë ndihmoni për kryetar kuvend? Ti shohim, duhet me qenë transparent sepse qytetarët Pra mos po kërkohet mandej një tjetër interpretim për gjykatës kushtetuese nëse jemi në drejtën tonë apo jo duke bërë një veprim të tillë. Absolutisht jo, por kjo është çështje në fundit unë s'po sillna, as nuk po gjykoj me e parafrazu në çështje numrash. Po kur të flasim për numra, ne flasim për deputet të zgjedhur te kuvendit e Kosovës. Nëse blejon vetë e kisha plotësuar shumë shkurt. LDK, përkundër kësaj, duke parë edhe ngërçin politik, e kemi vlerësuar edhe letrën pas disa ditëve, pas aty në shumë tentativa, edhe te kryetari i televizës vetvendosje drejtuar kryetarit të LDK-s, ke marrë në një përfundim që ne kemi një nevojë që bashkarisht të kalojmë nga ky ngërç politik. Nuk është që është shumë e konvenueshme as për neve në pjesën politike, por është për Kosovën, duke e parë qartë që askush më askënd nuk dëshiron që të bashkëpunojë në kuvendin e Republikës së Kosovës. Kur them askush me askënd, kuptohet sepse nuk kemi bloqe të ndryshme, qoftë lëviza vetëvendosje në një anë me subjekte tjera, apo lidha demokratike e Kosovës në një anë me subjekte tjera politike. Qytetarët e Republikës së Kosovës në fund presin edhe nga përgjegjësia që t'i kemi në institucionet tona, ose në fundit t'i japim zgjidhje kësaj ta quaj pa përgjegjësie në kuptimin e asaj që është krijuar një komoditet hyrjes edhe daljes edhe aty në skena të votimit edhe të mosvotimit në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ka patur një kritikë përse i takon politikisht përse i takon opozitës, që mund raport me trajtimin që ja bëni opozitës së deridjeshme, për shuaj që ti referohem tamam asaj pune.